Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, jemi ndalur në 2 javë para kësaj tek fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam ku thotë 7 kategori njerëzish do të jenë hije në arshit të Allahut, ditën kur nuk do të ketë hije tjetër përpos hijes së arshit të Tij. Dhe sot jemi me pjesën ku i dërguari i Zotit alaihi salatu wasalam thotë: "Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal", dhe ai burr, ai mashkull, të cilin e fton një femër me post dhe pozitë e bukuri, pra i ka të gjitha, për të kryer akt imoraliteti, dhe ai thot un kam frikë Allahun. Ai thot un kam frikë Allahun. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar se një ndër provat më të mëdha me të cilat mund të përballet mashkulli në të ardhmen, pra ajo që ai thotë që kam më shumë të frikë se do ma përçaj ummetin tim, ndërto ka përmendur femrën. Kjo sepse Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar çdo gjë në çift. Pra natyra njerëzore është pikërisht aty. Mirë po Allahu xhelle xhelalu ka vendosur rregulla, ka vendosur norma nëpërmjet të cilave kur ne i respektojmë ato, do të jetojmë të qetë dhe do të jetojmë të sigurt inshallah. Ndaj ka folur për uljen e shikimit. Pra nuk ka se je besimtar apo je shumë besimtar, sa më shumë besimtar ti je, aq më shumë duhet të respektosh këto norma. Ka folur për marrëdhënien mashkull-femër, që duhet të jetë shumë e kufizuar përpos në kategoritë të cilat i ka lejuar Allahu subhanahu wa taala. Ka folur për një distancim ose një jetë që jetohet më e qetë, ku mashkulli jeton me meshkujt dhe femra jeton me femrën. Dhe kjo nuk ka asgjë për të ulur kokën për ne si musliman, përkundrazi. Kur të respektohen këto norma, do të jetë një shoqëri akoma më e qetë. Nuk do të kemi probleme të kësaj natyre, të një krimi kaq të madh sikur se është imoraliteti. Mirë po, fjala e profetit alayhi salatu wasalam këtu shkon për një kategori komplet tjetër, specifike, të veçantë. Ato që Allahu subhanahu wa taala na e përshkruan në Kur'anin e Tij famlar me shembullin e profetit Yusuf alayhi salam. Profeti Yusuf alayhi salam u rrit në një familje që ishte një familje fisnike që kishte post e pozit në pushtetin e asaj kohe. Dhe ajo e cila duhet ishte si një nën për të, pasi e kishte edukuar, mirë po gjërat nuk shkojnë me konsideratat tona, por shkojnë me rregullat dhe ligjet e Zotit xhelle xhelalu. Ajo që duhet konsiderohej si një nën për të, tashmë Allahu subhanahu wa taala flet për të dhe thot: "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi." Ajo u tërhoq pati simpati për të. Pati simpati për të. Por dhe ai Jusufi pati simpati ndaj saj. Nëpërmjet kësaj Zoti xhelle xhelalu na tregon ne se Jusufi alayhi salatu wasalam ishte i kompletuar në aspektin biologjik. Pra kishte ndjenja mashkullore ose kishte ndjenja për përgjithësinë femërore. Ishte komplet i kompletuar. Pra edhe ai thotë dëshiroi atë sikur të mos shihte argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Pra ishte ajo që e frenoi kush ishte pikërisht frika prej Allahut xhelle xhelalu. Ajo që profeti alayhi salatu wasalam na përshkruan në këtë hadith. Dhe ai Jusufi alayhi salam u distancua. Ndërkohë që një femër e refuzuar si rasti i Zulejkhas, domethënë, përbënte një problem shumë të madh për të. Nuk e honep si faktin që do të refuzohej nga ana e një shërbëtori, ishte më shumë se sa shërbëtor, se ishte në statusin e skllave, që është e vërteta, domethënë e kishin blerë, e kishin marrë për ta patur si fëmijë, pasi nuk kishin fëmijë vetë. Mirë po, kaloi statusi i fëmijës, u harrua statusi i fëmijës, dhe kur njeriu të nderuarit e mi braktis frikën prej Allahut dhe arsyen, pra kur nuk ekziston fare kjo njohje e Allahut, kur nuk kemi njohje të Allahut as pak, ne themi braktis frikën prej Allahut, po kur nuk ekziston fare njohja e Zotit. Innahum kal an'ami bal hum adallu sabila. Ata janë sikur se kafshët, thot Allahu xhelle xhelalu, madje më të humbur nga kafshët. Arsyeja
sepse ty o njeri Zoti të ka begatuar dhe të ka veçuar me logjikën, me arsyen, ndërsa kafsha nuk e ka arsyen. Ndaj kur njeriu të nderuarit e mi endet pas epsheve të tij dhe bëhet peng dhe rob i epsheve të tij, ai bjen në një grad shtazarake. Mund veproj gjithçka. E kur nuk ekziston njohja e Zotit dhe frika prej Allahut, kjo frikë është akoma dhe më e madhe. Dhe Jusufi alayhi salatu wassalam jo vetëm kaq, por u vu përballë një sprove akoma më të madhe, ku i lan alternativë të zgjedhë midis burgut dhe të kryen të këtë akt të imoralitetit. Dhe zgjodhi Jusufi alayhi salatu wassalam burgun e përkohshëm për të patur xhenetin e përhershëm. Nuk të ka premtuar njeriu ty se në këtë dynja nuk e për të vujt, nuk e për të sprovu. Nuk ka xhenet o vëllezërit e mi në dynja. Të mirët e kësaj bote janë të përkohshme. Vallai edhe ai i cili i ka në mënyrë të përhershme, të mirët e kësaj bote janë të përkohshme. Shija e tyre është e kufizuar, ndërsa Zoti xhel xelalu të ka garantuar dhe të ka premtuar xhenet në pafundësi, pa limite. Çfarë do dëshirosh, do ta kesh. Aty ka ato që nuk të ka shkuar ndërmend. Ndaj dhe Jusufi alayhi salatu wasalam zgjodhi burgun e kësaj bote për ta nderuar Allahu xhel xelalu në dynja para ahiretit. Dhe dije se ai i cili e praktikon diçka për hir të Allahut subhanahu wa taala, atë e nderon Zoti i gjithësisë. Të nderuarit e mi, jo vetëm profetët kanë qenë njerëzit më të ndershëm, por të gjithë besimtarët duhet të jenë njerëzit më të ndershëm. Të gjithë ata të cilët njohsojnë Allahun xhel xelalu dhe besojnë se Zoti i kontrollon, i vështron, i monitoron në çdo sekond, në çdo kohë të pjesë të jetës së tyre, në çdo vend ku ato ndodhen, të gjithë ata duhet të jenë njerëz të ndershëm për hatër të Allahut subhanahu wa taala. Nuk duhet bien prej e epsheve të tyre. Nuk duhet të lejojnë shkaqe të cilat të nxisin apo të shtyjnë për të rënë në gjëra të tilla, imoralitete të ndryshme apo gjëra të tjera të ndaluara. Ndaj ajo që lipset për besimtarit për të arritur këtë kategori kaq të lartë është respektimi i masave të vendosura nga shariati i Allahut xhel xelalu për të mos ju afruar as pak një veprimi të tillë. Mirë po njeriu nis dhe toleron pafund derisa toleranca çon në humneret e xhehenemit ruina Zot dhe mos na bëjë më të mëshirë Allah për tyre. Të nderuarit e mi, nuk ka dyshim se imoraliteti është një vepër e dënueshme tek Zoti i gjithësisë, sepse njeri i pamoralshëm quhet ai personi i cili nuk ruan nderin e tjetrit, sepse ai personi i cili nuk kursen nderin e tjetrit, ai me kalimin e kohës edhe ato që e kanë nderin e familjes edhe ato nuk do ta kursejë. Arsye sepse ka zgjedhur rrugën e gabuar. Dëshirat e kësaj bote janë të përkohshme dhe janë të kufizuara. Aja vlen me shiju këtë botë dhe me shit xhenetet, më mirë me fal këtë botë, me shit këtë botë me të mirët që ajo mund të ketë dhe mos me humba se si kënaqësinë e Allahut, rizanë Allahut dhe arritjen e kënaqësisë tij në xhenetet e lartë, në xhenetet e Firdaus. Nuk ka dyshim se të ndershmit kanë një pozitë të lartë te Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa i dërguari i Zotit po flet për një kategori komplet tjetër, për një kategori të sprovuar, si rasti i Jusufit alayhis salam dhe shumë Jusufa të tjerë përgjatë historisë së Islamit, i cili sprovohet me një femër të bukur, sikurse ishte Zulejha në kohën e vet, ishte në moshën e rinis, pra ku nevoja e tij biologjike ishte tepër e theksuar, dhe sikur të mos mjaftonte, ishte dhe posti i saj, e cila insistoi deri në maksimum. Mirë po ai i cili i përmbahet diçka e për hir të Allahut, Zoti e lehtëson. Zoti xhel xelalu nëpërmjet agjërimit na ka treguar ose na ka vërtetuar dhe na fton të reflektojmë, të kuptojmë se kur ti mundesh të braktisësh gjëra të lejuara për hatër të Allahut, kjo për të ndaluarat është shumë më e lehtë. Ti braktis
gjërat të cilat i ke patur të lejuara jashtë agjërimit të Ramazanit apo agjërimit në përgjithësi, vetëm e vetëm për t'ju ofruar Allahu subhanahu wa taala. Po kur bëhet fjalë për të ndaluarat, ne adhurojmë Zotin tonë nëpërmjet këtyre veprimeve, duke u distancuar nga e ndaluara. Nuk ndalohemi prej saj dhe nuk distancohemi prej saj prej pamundësisë, por për dëshirën që kemi me ju bindë Allahu subhanahu wa taala dhe me fitu kënaqësinë e tij. Ndaj e lutem Zotin xhelel xhelalut na bëj pjesë e këtyre kategorive, na bëj të ndershëm në dynja, të na bashkojë me të ndershëm dhe me të sinqertë e me profetët në ahiret. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمين. Të nderuarit e mi, profeti sallallahu alaihi wasallam në një fjalë të tij i fton njerëzit për të zgjedhur se ku duhet të klasifikohen. Ndaj dhe thot: inna minan nasi mafatiha lil khair, maghaliqa lil sharr, wa inna minan nasi maghaliqa lil khair, mafatiha lil sharr, fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha al khair ala yadayn ila akhir al hadith. Ka për njerëz dhe thot, të cilët janë çelësa në dyert e hajrit dhe dry për në dyert e të keqes. Dhe ka të tjerë të cilët janë dry, pra janë pengesë për në rrugën e hajrit, dhe janë çelës për të hapin rrugën për në derën e keqe. Lumë për atë person që Zoti me madhënit vetë thot, i vendos çelësat e hajrit në duart e tij, dhe mirë për atë person që Zoti me madhënit vetë vendos çelësat e dështimit dhe të keqes në duart e tij. E mira dhe e keqja kanë marrë garanci prej Allahu subhanahu wa taala se e mira do të shpërblehet me të mirë, ashtu siç din Allahu me shpërbly, dhe e keqja do të marrë shpërblim apo ndëshkim ato që ka merituar. Ndaj gjithse i cili në këtë jetë zgjedh se ku do të pozicionohet. Sot kemi nderin që në xhamin ton, si shumica e xhamive të qytetit të Tiranës, të bëjmë thirrje për të mbledhur donacione për Myftininë e Tiranës. Çfarë do thonë donacione për Myftininë e Tiranës? Donacione për Myftininë e Tiranës do thotë hapja e kurseve më të shumta nëpër xhamit e qytetit të Tiranës dhe rrethinat e tij. Do të thotë për të ardhur në shërbim zonave ku mungon stafi për t'u përgjigjur për Ramazan, sepse në vendin e tyre ose në fshatrat e tyre ose në periferitë e tyre nuk posedojnë një imam të rregullt. Do të thotë ti vish ndihmë për të gjitha projektet të cilat ndihmojnë për mësimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala dhe jo vetëm. Të nderuarit e mi, ndoshta të gjithë mundësinë për të mësuar të tjerëve të mirën nuk e kemi, por për të bërë pjesë të mirës gjithë mundemi. Mundemi të bashkohemi këtij karvani i cili me shpresën e Allahut subhanahu wa taala do të jetë një dëshmi për gjithë ata të cilët kontribojnë dhe të gjithë ata të cilët drejtojnë dhe punojnë për të, dëshmi për ta në ditën e gjykimit. Ai i cili i mëson të tjerëve të mirën. Ai ka shpërblimin e asaj vepre dhe të gjithë atyre të cilët do të veprojnë atë vepër. Nuk i dihet një sadaka sa do e vogël që ti e jep, çfarë ndikimi do të ketë në shoqëri për rreth. Ndoshta ti me sy nuk do ta shohësh, por inshallah në ditën e gjykimit ke për ta parë. Dhe ne jetojmë për ditën kur dëshirojmë të shohim veprat dhe atë çfarë kemi mbjellur në këtë botë, ta shohim dhe ta përjetojmë në ahiret. Ndaj duke shpresuar në bujarinë tuaj, kontributi në ditën e sotme, jashtë xhamisë është vendosur një tavolinë dhe është një djalë aty, ndaj ju lutem gjithse i cili sipas dëshirës i pa kufizuar në shumë se sa duhet japi, nuk ka gjë të pakët ke Allahu, e pakta ke Allahu është e shumtë,
dhe Zoti xhelle xhelalu e don dhe e pëlqen veprën e pakët, por e cila është e vazhdueshme. Lutim Allahun xhelle xhelalu Zot na falë na mëshiro. Na pajisë Zot me moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Zot na mundëso të jetojmë si musliman, të jetojmë si besimtarë dhe të vdesim si të tillë. Zoti i gjithësisë na i lehtëso hallet tona, problemet tona. Zoti i gjithësisë na përdor për mirë, na bëj çelësa për rrugën e hajrit dhe dryj për rrugën e keqe. Të lutem me ty e madhnueshmi Allah për çdo të sëmurë, Allah shëroje. Për çdo stresuar, të munduar nga hallet e brengat e kësaj jete, Zot largoja. Për çdo të zhytur në borxhe, Zot ndihmoje në shlyerjen e borxheve të tij. Na furnizo Zot prej hallallit dhe bëj ato të dashur për zemrat tona. Na largo Zot prej haramit, aq sa ke larguar lindjen nga perëndimi dhe na bëj prej atyre të cilët e urrejnë ato. Të lutem me ty e madhnueshmi Allah që fjalën tonë të fundit për kësaj bote ta bësh fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Na e mundso Zot të jetojmë me këtë fjalë, me mësimet e kësaj fjale, të vdesim duke e shqiptuar këtë fjalë dhe të tubohemi në shoqërinë e profetit tonë të dashur i cili ftoi dhe shkriju gjithë jetën e tij për këtë fjalë. Të lutem me ty e madhnueshmi Allah, sikurse na mundsove të mblidhemi në këtë vend begat, në këtë muaj begat, në këtë ditë begat, me madhruar madhrinë tënde, na mundsoi madhnueshmi Allah që të gjithë bashkë me familjet tona dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin tënd, të tubohemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. أشرقت نفسي بنور من فؤاد